Gjykata e posaçme pushoi çështjen për Jonaid Myzyrin, ish kreun e prokurimeve publike të akuzuar për shkelje të barazisë në tendera, ndonse SPAK e kishte marrë të pandehur. Në kërkesën për pushim, SPAK tha se janë ezauruar të gjitha fazat hetimore dhe nuk është konstatuar kryerja veprës penale, shkelje barazisë në tendera nga ana e Myzyrit dhe ish vartësve të tij. Por Jonaid Myzyri vijon të jetë personën e tim në kuadër të një procedimi të ndarë pasi ndaj tij po kryen verifikime të pasurisë dhe veprime në kuadër të shpërdorimit të detyrës në disa procedura koncesionesh. Prokurori Elvin Gjokaj është tërhequr nga akuza fillestare pasi paralelisht në apelin administrativ, po kryej një tjetër proces me objekt shqyrtimin e kërkesës së ish kreu të KPP-s dhe që i dha të drejtë palës paditëse, madje përmes një vendimi unifikues. Myzyri këmbguli që në fillim se akuza që i atribohej për funksionin që kishte, jo vetëm që nuk qëndronte, por as që nuk kishte kompetencë e SPAK dhe GKK-s për hetimin dhe gjykimin e saj. Bashkë me Myzyrin i kanë shpëtuar akuzës edhe të pandehurit e tjerë që akuzoheshin për të njëjtën vepër penale. Nga ana tjetër konfirmuan të njëjtat burime vijon të mbetet akuza për falsifikimi i vulave, i stampave ose formularve dhe gjithashtu të vijojnë hetimet për shpërdorim detyre me të pandehur me Dilala Ndockulla, Ardian Kaza. Në korrik të vitit të kaluar, u zbuluan detaje të rënda nga dosja hetimore ku nga përgjimet rezultonte se fjala e Jonaid Myzyrit të prokurimeve publike ishte urdhër, edhe kur ky urdhër ishte në shkelje me ligjin, por duhej zbatuar. Kjo del në pa nga Jonida Skeja, një bashkëpandehur me Myzyrin lidhur me dosjen e një procedure prokurimi rrugë në Mirdit. Hetimi për këtë aferë nxori në pa një supergrabitje në banesën e zyrtare së KPP-s në një fshat të Librazhdit, ku ishin marrë të paktën 200.000 euro, si dhe u rrëmbye për pak kohë vëllai i saj. SPAK i sekuestroi telefonin Skejës, ku u zbuluan bisedat me miqtë e familjarët e saj. Pas disa muajsh, gjykata e posaçme i ka hequr masën e pezullimit nga detyra kreu të Komisionit të Prokurimeve Publike, duke lënë vetëm në masën detyrim paraqitje. Në argumentet e paraqitura në gjykat, thuhet se Myzyrajt i ka përfunduar mandati e pas disa muajsh i ra dhe masa e detyrim paraqitjes. Te kalimi i kompetencave të KPP ka sjell trajtim të pabarabartë të operatorëve ekonomik pjesëmarrës, duke cënuar konkurrencën ndërmjet dhe duke dëmtuar efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, si dhe duke shkaktuar një dëm ekonomik në buxhetin e shtetit në vlerën mbi 47 milion lek, theksoi në dosjen hetimore ndaj Myzyrit.